Mirë se erdhët të dashur Demën në letrat rretheni, jam Diana do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur Demi nuk mund ta them tema javës për ju, nuk mund ta shërosh jetën duke shtypur emocionet. Duhet i kuptosh, ti pranosh dhe pastaj ti drejtosh. Dem, ky është një nga ato kombinime që nuk vërtet nuk premton mrekullim brenda natës, por premton diçka shumë më të vlefshme, një ndryshim të mbrëmshëm që më pas fillon të duket edhe jashtë. Kjo javë flet për zemrën, mendjen dhe trupin si një ekip. Nëse një nga këto lodhen të tre. Po filloj me letrën emocionet. Letra e parë të vendos përballë emocioneve tua, Demi. Dhe pyetja është, apo i jeton, apo i fsheh. Shumë dem kanë zakon të duken të fortë. Nuk flasin me njëherë kur mërziten. Mbajnë brenda pa kënaqësi, lodhje, zhgënjime dhe vazhdojnë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Problemi është se emocionet nuk zhduken vetëm sepse ti nuk flet për to. Ndoshta e lodhur duke buzëqeshur në punë, ndërsa brenda nuk ke më motivim. Ndoshta në familje të gjithë mendojnë se ti je mirë, sepse ti nuk ankohesh kurrë. Ose në një lidhje vazhdon të thuash, nuk ka problem. Derisa një ditë shpërthen për një gjë të vogël, që në fakt nuk ishte problemi vërtet. Ka dhe një ekstrem tjetër. Disa reagojnë me njëherë ndaj çdo emocioni. Zemrohen shpejt, mbyllen shpejt, largohen shpejt, edhe kjo nuk ndihmon. Kjo letër nuk të kërkon të bëhesh emocional, të kërkon të bëhesh i sinqert me veten tënde. Sepse vetëm kur pranon atë që ndjen, mund të vendosësh çfarë të bësh me të. Letra e dytë na vjen si nëna, quhet mother. Kjo është letra e kujdesit, Demi, por jo vetëm e kujdesit për të tjerët. Ka njerëz që dinë të kujdesen për gjithë botën dhe harrojnë veten. Ti mund të jesh ai apo ajo që gjithmonë pyet, a je mirë? Por sa herë pyet veten këtë? Kjo është përpyetja. Ky letër mund të flasë për marrëdhënien me nënën, për një grua të rëndësishme në jetën tënde, ose për rolin tënd si prind. Mund të tregojë se dikush ka nevojë për praninë tënde më shumë se sa për paratë ose këshillat tua. Në punë, kjo letër të kujton se njerëzit nuk japin maksimumin vetëm sepse paguhen. Japin maksimumin kur ndihen të respektuar. Në dashuri, mos mendo se partneri e di gjithmonë se shumë e do. Ka raste kur dashuria duhet thënë, jo vetëm ndjerë. Dhe për ata që kanë harruar të kujdesen për trupin e tyre, kjo letër është një zile alarmi. Gjumi, ushqimi, qetësia nuk janë luks, Demi, janë nevojë. Dhe pastaj çuditërisht na del healing, që është shërimi. Shërimi nuk është vetëm të kaloj dhimbja, të dashur. Shërimi është momenti kur ajo nuk të kontrollon më. Ndoshta ende mendon për një padrejtësi që të është bërë vite më parë. Ndoshta ende zemrohesh kur dëgjon emrin e dikujt. Ndoshta ende ke frikë të provosh përsëri sepse herën e kaluar ke të shtuar. Kjo letër thot se nuk mund të ndryshosh të kaluarën, por mund të vendosësh sa vend do t'i japësh në të ardhmen tënde. Apo të ardhmes tënde. Mos e ngatro faljen me harresën. Mund të mos harrosh kur atë që ndodhi, por mund të zgjedhësh të mos jetosh më sipas saj. Acknowledge. Kjo është një javë ku dijet kanë shumë më vlerë se fati. Dituria, pra. Nëse ke një ide biznesi, studioje mirë. Nëse do të ndryshosh punë, informohu mirë. Nëse ke një problem shëndetësor, mos u mjafto më e kam dëgjuar.
kërko informacion të sakt. Por kjo letër ka dhe një mesazh tjetër. Mos mendo se di gjithë shka. Shpesh njeriu ndalon së rrituri në momentin që mendon se nuk ka më nevojë çfarë të mësoj, apo nuk ka më çfarë të mësoj. Edhe një bisedë me dikë më të moshuar, një libër, një kurs apo një video mund të hapë një derë që nuk e kishe parë më përpara. Emocioni, pra kemi emocioni dhe intelekti. Kjo është ndoshta letra më e rëndësishme e këtij leximi të dashur Demi. Ajo pyet, kush po e merr vendimet në jetën tënde? Zemra apo mendja? Nëse jeton vetëm me zemër, mund të falesh njerëz që nuk kanë ndryshuar kurrë. Nëse jeton vetëm me logjik, mund të humbasësh njerëz që ja vlenin. Nëse në punë je vetëm racional, mund të harrosh pse ke filluar atë rrugë. Nëse në dashuri je vetëm emocional, mund të pranosh sjellje që nuk duhet t'i pranosh. Kjo javë të kërkon ekuilibër. Mos thuaj zemra ma do, pa pyetur edhe mendjen. Mos thuaj mendja ma thot, pa dëgjuar dhe zemrën. Vendimet më të mira lindin kur të dyja bien dakord. Pra, ky ekuilibër që po flasim gjithmonë dhe po vazhdojmë të flasim, është qelsi i suksesit ton. Çdo gjë ka të bëj me ju, të dashur Demi, body and mind, trupi dhe mendja. Letra e fundit e lidh gjithë historinë. Trupi dhe mendja nuk janë dy gjëra të ndara. Kur je nën stres, lodhet edhe trupi. Kur nuk fle mirë, ndryshon edhe humori. Kur mbani natë për muaj të tërë, shpesh fillon të ndjesh edhe fizikisht. Kjo javë të kujton të dëgjosh sinjalet. Nëse je vazhdimisht i lodhur, mos e quaj normale. Nëse nuk ke më energji për gjërat që dikur të gëzonin, pyet e veten pse, Demi. Nëse vazhdimisht shtyn pushimin me fjalin kur të mbaroj edhe këtë, apo edhe atë, kujto se lista nuk mbaron kurrë sa të jemi gjallë. Dhe një këshill me pak humor ta them Demi, sepse Demi këtë e meriton. Nuk është terapi të hash ëmbëlsirën e tretë duke i thënë vetes e kam fituar, kam merituar sot. Ndonjëherë terapia është edhe një shëtitje, një bisedë mirë ose një pasdite pa telefon. Mesazhin që mund t'ju jap të dashur temën. Kjo javë nuk të kërkon të ndryshosh botën, absolutisht. Të kërkon të kujdesesh për themelet e tua kur emocionet nuk fshihen, plagët shërohen, mendja mëson, zemra dhe logjika bashkëpunojnë dhe trupi merr atë që i duhet, edhe vendimet bëhen më të qarta. Kujdesu për veten pa u ndjerë fajtor. Një njeri që është mirë me veten është më i aftë të ndërtoj gjithçka tjetër në jetën e tij.